Tani, siç duket të paktën parlament ose mirë themi zoti Rama ka pritur datën 22, pra pret 22-shin për të parë se çfarë do ndodhi më pas 28-ën. Kur në fakt dy gjërat nuk kanë lidhje fare, pra nuk është se e shpëtojnë njëra tjetrën. Tashmë pak është shumë i qartë në kërkesën që ka bërë, kërkon arrestimin e saj, kërkon autorizimin më saktë. Autorizimin për ta vendosur, për ta zhveshur nga imuniteti si gjithë qytetarët e tjerë, në mënyrë që gjykata më pas ose mirë themi të nënshtrohet titri gjyqësor, në mënyrë që të vendos gjykata në lidhje me vlefshmërinë apo jo të kërkesës së SPAK-ut, po ashtu edhe për sa i përket të llojit masas. Ajo që po shikohet është, unë mendoj dhe gjykoj që në fund fare, ndoshta janë nga zërat e pakët, zoti Rama do ta lëshojë dhe Ballukun. Kështu mendoj unë. Pra, e ka bërë gjitha tentativa, ishte një taktik për të parë nëse faktori ndërkombëtar, dhe këtu kur themi faktori ndërkombëtar, flas për përfaqësuesit e Shtetit Bashkuara në Tiranë, mund të kishin një tolerim për sa i përket zotës Ballukut në lidhje për mosdhënien, po themi, të autorizimit. Por nëse do të ndodhë një gjë e tillë, unë besoj që fundi i tij do të jetë shumë herë më shpejt se sa ne që kishim menduar të paktën ndoshta në muajt e parë, po themi, apo nga marsi nga prilli. Kështu që duket realisht që ka një përplasje edhe me faktorin ndërkombëtar në lidhje me këtë pikë. Nuk kanë të njëjtën qasje të njëjtën, po themi, tu ishim në rastin e zotit Berisha, ishte një speci marramend se, po themi, për marrjen e vendimit nga Këshilli i Mandateve, nuk e kuptojnë fare se si mund të lësh një komision i cili ndërpret punimet dhe nuk ka datë. Nuk ka rëndësi. Ka gjithmonë një datë të afërt, po themi, mund të ishin pushime 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. Masat e sigurimit janë masat karakterit emergjent, nuk mund të presim pafundësisht. Pra në çdo moment, pra SPAK thotë që çdo ditë, çdo orë që kjo zonja qëndron në këtë post, prandaj kërkoj pezullimin e së kohe, do thotë që prish provat, rrezikon, po themi, hetimin e përgjegjësisë, sepse gjitha është në funksion të hetimit. Kështu që SPAK jam i bindur që do të shkojë absolutisht deri në fund të kësaj situate, nuk e shpëton qoftë edhe po mos jap, po themi, autorizimin, por tashmë e gjitha, po themi, vendimarrja e gjykatës shtetësuese është më shumë për efekt, po themi, të praktikës